Po, na burrat jena pak gjakën e vlushëm, e kemi na burë, nuk ose ku këtë në jazë. Jo, ma çfarë barabar, këtë gratë e kërkom. Bas ka dek ma i vaj komandantar. A ma ka pru mu baba me 100 kryshi. Po nuk jena na pëlleri tepër. Na jena gjenë fukarani, një që s'ka shtet ti kulturë s'ki. Që që me disponem sa? Mirë, Kush për të andrezitën? po ma në qkoa. Gruja. Gruja ka njerë po po nervaz. Iku gruja. Iki. Pse me po nervoz grun? Po, na burrat jena pak gjakën e vlushëm, e kemi na burë, nuk ose ku këtë në jazë. Unë më menaj si kënë në teme, s'ku se keme full për babës. E ta shën po barabart po thua, 50-50 ç'to po dojnë? Jo, ma çfarë barabar, këtë gratë e kërkom. E pse mor kështu? A je komandant i shpis? Bas ka dek ma i vaj komandantar. Allah i ka, me Ja, heq, ku për shot i duru këta të rritë dhe unë po ka përsej. Apo menen që gratë për mojnë ma mirë se burrat? Valla atë se di. S'mojnë gratë ma shumë se burrat, po këtë trunë si kanë njëjtë. Dikun e ja punon truni ma shumë, dikun. Edhe që jo femën e budalë sa këkush. Po, ku shkollohet, ja vlenë. A pe bënd të nervazata ma shumë aje ty? Ja, si barabar për qesmi. Allah i të s'po gëzojshë zome bukën. Po, që shkap desh bandë... Sirë për largë, da ka qëndurën. Hajde. Që sa ku jeni bashkë, sa vite për bëni martes? 45. A ma ka pru mu baba me 100 kryshi. Allah i të pas një kohë aty, na? Ja, na që 45, nuk prishmi ma u kry. A peta ma mirë më karose me pas jetë një ullë. E morë dytën, a? Ja, dytës, sa shumë punëtorë, shumë e sjellshme. Qa do thot për juve gruja? Vallaj, gruja shka më thonë shtylla shpijes. Sa ko kështu si jëtë rollë jeni? Që të me që mirë me zvete, që 45 vite? 45 vite e qoj, po jena kombe jena bo si barabar, i ka disciplinu fëmijën, i ka shkollu fëmijën, unë ku punu, edhe kjo ka punu, edhe kur do njeri me bo ban, shka të dënë vetë. A ma mirë atëra tash, që të s'tash pëndonë shumë, se pëndonë? Se cilën e ta dinë se tashti, që, buot ta këto, një najfon. A mene që liria te për të Po nuk jena na për liri tepër. Na jena gjenë fukarani, një që s'ka shtet ti kulturë s'ki. Ti këshyre kulturën, ta nërë kërën dhe sen, pa lidhje, fulle, a i revi o mora me bon. A i mund për vjen mora, se unë që 42 vjetë jetoj në Zvicër. Gurbeqaria? Po, që 42 vjetë jetoj kulturën në zërë me brunë. A më trego pak cila është puna e parë që e ke bo? E më banë mend? Puna e parë që kom bo. Unë kam do vite, a jetë kuptu, prandaj edhe puna e parë nuk di shka me thonë, dikur ka qenë heret, kam qenë i ri dhe kam rujt, jam marrë me bujqësi. E tani fakultetin e kom kru jashtë Kosovës, edhe ende punojnë në Balkan. Edhe pse jam pension. A i jashtë jeton jashtë? Ja, këtu mbrani edhe. E ke qenë gurbet në herë? Janë gurbet s'ka qenë, ja. Asë njerë, se ke përru gurbete? Gurbete kom provu kështu, kur kemi dalë për punë vetëm në lajt atë në Sloveni, Itali, paka kom të. E pse këta të rritë pe preferojnë gurbetin e jo bujqësi? Me siguri kënë bëjmë tu për mjetët materiale, asë gjë qëtër. Qëtash me pru një djallë të ri me i këshyrë lëpt ose delet, kur si këshyrë? Pse? Se dojnë atë punë me hi? Këtu e? Po, këto, me i rujt delet e lëpt, se dojnë? Delet e lëpna, dikur i kemi rujta për këta rinia sot, këtë ka ndryshua, po këpton, tash nuk kemi faktikisht, kemi fermat cilë mirën me rritin e baktis, këta të rritë nuk besoj. Edhe preferoj që s'ka nevoj me marrë me këta, po kanë punë tjera. Jo në ato profesionet tjera, që faktikisht ka njeri që mirët me këto, me dhenë, me lopë, me kretë, ka 100-200 sopa. A për ndryshë këtë rinia, mirë është më shku këtu, edhe ma mirë kështë të më qenë. Jashtë, preferojnë për shkak mjetë materiale. Cili është momenti ma i vështirë që t'je ke pas, diri më tash? A pëndonë me, a ki shumë? Në momentet vështira kam pas. Kam pas vdekje, kam pas serë, ato kanë qenë momentet e vështira, për ndryshu shtu ja. Punë, nesën punë, ka momente, ka batica, po këptonë, por si do qoftë nuk jonë ma... Momentet e vështira të punën, baticës s'mujna me shu. Për asyës ato kryhen. Për çka je pishman deri më tash? Për çka je pishman? Gabime që s'ja falë vetës? Nuk
Nuk di me tërgu të vërtetën, ndoshta si kjo rinia sot në atë kohë kemi mujtë me dalë jashtë, po prapë se prapë ma mirë që kom nejtë këtu. Ma mirë. A din përse, për arsye se Kosova si ka nevojit një gjenerat e shkollume. Në atë kohë po flas viteve 70, kemi studiu në Zagreb, kemi studiu Çatrkahe. Pas ke vi Kosovës, shkurt është qepë. Na, ndëqo, unë kam kryer jashtë, po më jashtë Kosovës, në Jugosllavi, kanë qenë pak më ndryshe, por ajo rini që është shkolluar edhe që ka punu këtu, i ka kontribu Kosovës. I ka kontribu me një aspekt. Tjerë, është e vërtet që tjerë kanë shkuar, ata që s'kanë pak profilet të forta, kupton, jashtë, ajo mirë ka qenë. A bëj një pyetje tjetër tash, temë tjetër. Çka do të thotë gruaja për juve? Edhe a mendon që të mi pas 50-50 të drejtat e barabarta? Dëgjo, unë kisha preferuar me thonë atë thonjën e Demakut, që gruaja është mbi gjithat. Ajo nëna njerëzimit, po flas edhe nga aspekti i fesë, nga aspekti i shkencës që gruaja është mbi gjithat. Po flas në aspektin e edukatës, është disiplinu, po flas të grasa çka s'ke, kupton? Po për shembull gruaja jeme i ka rrit fëmin, është ka punu, është kujdes për gjithat. Edhe duhet me falënderuar. A do të me qenë 50-50 të barabartë? Që shpoj librin të sotit? Patjetër. Mendon që me pas drejtat e barabarta? Dëgjoj, nashta nëna ime nuk ka qenë, edhe pse baba kurse ka prish. Por 50-50% patjetër do të qenë. Ata ka prish. Nashta ju e pjo konvenon kjo se si fe, kjo është ideale. Na jemi, unë i kom qikat e mija. Edhe tash me ndodhë rasti me dhonë diçka, ose me zotërunën e sen me ndodhë, unë e shes pasoni për qikë. Pa më parasysh se është të martur, nëse s'ka po qasi. Sa vajza ke? Kam 2 vajza, njëna 2 vjet janë të shkollume. E çka do të thotë vajza për babën? Ne kam një vajzë të madhe, ajo shpesh është pak shakaxhi, thot, ti ki me vdek në pranë temë, se po vdes në pranë tomë, po du të madhon në hise, po. Ashtë. A jenë ma shumë për baba, për nona, qikat? Si? A jenë ma shumë për baba, për nonë, qikat? Qikat, po. Se unë qika dhe vetën, unë ma shumë ka baba. Logikisht me shyrë. Edhe shkencërisht, ajo është pjellë babës edhe nonës. Por gjithë një ngojnë mas nonës, një sekret, një bised, një muhabet me bëmët e me nonën e vetë. Ato më respektojnë, më dojnë, pa tjetër. Ajo ke do hisën, a meritojnë edhe qikat hise? A meritojnë edhe qikat hise njëjt me djemë? A duhet ma pak? Se këtë shqiptarët e kanë këto që qikas ose si dhojnë heq, ose ja dhojnë pak? Unë kam një rast, ndoshta me dhone një pasoni për shtu që po maronë ndërtesa. Edhe tash unë shpesh e vajza më thotë, a jo qika jote? Po, a dhe që ta përdu me ditë. Dhondri po ta bënë e dhënjëm, djolja që atë, veç atë ranë. Ja, dhondri po kërë. Me hojnë edhe dhënurën që atë ranë. Dhondri po thotë, ndëgjoj qike se mirë po fleti. Jo, e vetë, të zemë. Bënën ati. Dhënurët me hojnë ka pak edhe ata. Mirë, që ashtu. Faleminderit shumë për kurë. S'ka probleme. Kalush bukur. Ditën e mirë. Ditën e mirë, kalush mirë.